begatit të qoftë ty, o mbret yni të gjushëm i atit, të vunë në kryq, sukur se qengjën qeshqoj në thëroren. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shejt sipas Gjonit. Në atë ku, derisa Jezusi ishte ende në darkë me nxënësit e vet, i tronditur në shpirt, shpalli. Për një mend po ju them. Njeri prej jush do të me tradhtoj. Atëherë nxënësit këshyrën njëri tjetrin, duke mos ditur për cilin po fliste. Njeri prej nxënësve, ai të cilin Jezusi e donte veçanërisht, ishte në tryezë për bri parzmë se Jezusit. Atëherë Simon Pietri i dha shenjë ta pyeste Jezusin për cilin po thot. Ky atëherë ju mbështet Jezusit në parzmë dhe e pyeti: Zotri, cili është? Jezusi i përgjigji: Ky të cilit po ja jap kafshatën pasi ta ngjyej në kup. Atëherë nxeu kafshatën e mori dhe ja dha Judës të Simon Iskariotit. Pas kësaj kafshate në të hyri djalli. Atëherë Jezusi i tha: Ç'ke në mend të bësh, bëje shpejt. Askush prej atyre që ishin në tryezë nuk e mori vesh pse i tha ashtu. E pasi Juda mbante qesën, disa menduan se Jezusi i tha të shkoj të blej çka duhet për festë, ose t'u jap ndonjë send skamnorëve. Juda, posa mori kafshatën, menjëherë doli jashtë, ishte natë. Pasi Juda doli për jashtë, Jezusi tha: Tani u lavdërua biri njeriut, edhe hyi u lavdërua në të. Nëse hyi u lavdërua në të, edhe hyi do ta lavdëroj atë në vetvete. Po madje me njëherë do ta lavdëroj. Fëmizit e mi, edhe pa kohë jam me ju. Do të me kërkoni, por sikur se u thash judenëve, tani po ju them edhe juve. Ku unë po shkoj, ju nuk mund të vini. Simon Pietri tha: Zotri, ku mendon të shkosh? Jezusi i përgjigji: Ku unë mendoj të shkoj, ti tani nuk mund të më ndjekësh, por me vonë do të më ndjekësh. Zotri, i tha atëherë Pietri, e pse tani nuk mund të vi pas teje? Unë do t'a jap jetën për ty. Jezusi i përgjigji: Ti do të japësh jetën tënde për mua? Për një mend po të them. Para se të këndoj xheli, ti do të më mohosh 3 herë. Fjala e Zotit. Qoftë e vdu Jezu Krisht. Shumë të dashtën besimtar, vlezër e motra, jemi sot në këtë ambient të bukur, me nderue veprimin që e beri si një shenjti mrekullueshëm, shenjti shtanuar. Më lejoni që në fillim të përshëndes gvardianin Zotin e shtëpijës, Patër Aleksandrin, zëri të cilit vërtet shpesh herë më kujton kohën që unë e kalova në këto hapësira të Gjakovës rreth 2 dekada. Faleminderit Don Aleksandr,
dhe pa që ndërmjetësien e shejti çnanue në ecjen tënde për t'i prije kësaj grigje drejt idealeve që jetës i japin kuptim. E falenderoj që është sot bashkë me ne këtu në bashkëmeshim edhe me shtarin e ri Don Samuelin, cili e lexoi Ungjillin dhe më ra në vesh fjalia kur e lexoi: Juda mori kafshatën me etjen e tij të lakmies, u zhdesh prej idealit që rrezaton të nga zemra e Krishtit, ku në krahnorin e saj ishte koka e shëngjonit, doli tha për jashta, ishte terr. Vëllezër e motra, po ndalemi te jeta e atyre që i japin kuptim besimit, fesë. Pa dyshim që është jeta, edhe pse vetëm 36 vjeç jetojnë këtë tokë e shejti çnanue, sepse zemra e tij e zjarrt ishte me dasht dhe me dëshmu me jetë Jezu Krishtin. Para 800 vjetëve është viti jubilar, 800 vjetë, kur Shen Frani ka ndrue jetë. Edhe pse është aktual pas 800 vjetë, 8 shekë. Jo që ka ditë shumë, asni shenjt nuk e ka bate madh dituria, leximet, retorika, fjala, por vepra, prullësia, diniteti kristian, duaje ato dy parimet e arta që janë, Zotin mbi gjithçka dhe të afërmin si vetveten. Dhe Shen Franin pikrisht e karakterizon etja për Krishtin. Ai reflekton të në vetmi, ikte prej zhurmës, që sa ma te për të përjeton të në zemrën e vetë pranien e Krishtit, që në emër të ti të mund të vepronte e dëshmonte vullnetin e ti, për grigjen që ishte etur dhe kërkon të veprim. Sa shumë mund të flasim ne sot, vëllezër e motra, për kohën të cilës i takojmë. Këtu e kom shkrue pretkun mi adhon Don Aleksandrit, por prania e juaj nuk me lejon të përqëndrohem në lexim, sepse sot fare nuk është problem të marrësh një temë e rreth saj të flitet. Por ma tepër dua të reflektoj që ne krejt si besimtar të mendojmë, ku jemi ne sot? Ku është ideali ynë? Evropa mas luftës dytë botnore e mori një koncept e Kantit, filozofi njohur botnor, dhe dëshironte pas luftës dytë botnore dhe mendonte që është e vetmja rrugë e realizimit të paqes është standardi. Dhe krejt ne dëshironim të bëhem Evropë. Dhe filluam vërtet me kapitalin evropian, me ndjersën e të parve që ende janë në për Gjermani, Zvicër, kudo në për Evropë, me i zbukuru e fshatrat. Dhe sot në Kosovë
Kudo që shkojmë, shofim pallate, shtëpia të bukura, rrugë, infrastrukturë, nuk mungon asgjë. Shtëpiat, si t'i quajmë, të arta. Pikrisht miniatur të asaj çka i ka ndodhur Evropës. Ajo e eliminoi prej edukimit, shkollave, edukimin që bëhet në emër të Zotit të Ungjillit, i cili thot me përvujtni dëshmoje mbi gjithçka Zotin hyun tënd. Dhe Evropa po e shef, po dikur badvohen, se pa Zotin nuk ka kuptim asnjë standard. Vëllezër e motra, të fillojmë prej çdo individit, çdo besimtarit, çdo njeriu të vullnetit mirë, nëse nga jeta e tij nuk ka vend drita e Zotit, prania e Krishtit, është e kotë, është standardi akëll, nuk ka ngrohtësi, nuk ka jetë. Pikrisht, ajo shtëpi, ai individ, ajo shoqëri, do të ndihet si kur Juda në etjen e tij për të pasur, kishte qesen, u gjet në terr, në errësirë. Në errësirë nuk ka jetë, nuk ka zhvillim, nuk ka siguri, ka frikë. Dhe Evropa ka frikë. A dini që ka frikë? Edhe tash sulmon konceptin e Hobesit, i cili thot, standardi nuk e plotson atë etje që Zoti i a dha krijesës e vet, bashkëkrijimtarit e vet, njeriut, se e krijojnë përgjasimin e tij. Merre shkopin e lufton katin, që na mëson Shën Pali. Shifni ku e kim. Edhe ne jemi prej Shën Palit. Kjo është bërthama e këtij vendit, ju, prania juj, prezenca juj, të cilët jeni ushtar të madhit kastriot me parime, sepse janë dy parime, dy koncepte. Jemi në javën e madhe, janë dy koncepte në këtë javë që ballafaqohen truez Zotit, të ejtën e madhe kur Krishti e kemi afër 2 ditë. I afron apostujt, i përqafon, ju ep dëshmi, etja për të qenë maj madh, maj pasër, maj privilegjum, ma autoritativ, e shkatron njeriun. Dhe të ejtën e madhe në sofër, koncepti i etjes edhe koncepti i përvojtnijes i veprimit. Ku jemi ne sot? Ku je ti? Vllazën e motra, nuk mundem e kinja momentin e rfimit, nuk mund të mshekemi prej pranie Zotit. Jo, as zemrën, as mendjen, ma të thellë. Shko e ktheku, reflekton mbi jetën tënde. Ktheku, largoju prej mkatit, se mkati përfundimi i tij është errësira, jeta pa shpresë, jeta e dëshprume, jeta e cila devion dhe deformon shpirtin e Zotit që e kemi dhurat në vetveti. Shko pajtohu. Nuk është trimri me fal e me u pajtu me Zotin e me të afërmin. Është heroizëm në doktrinën e Krishtit. E çka do që i bëhet në emër të Krishtit? Përfundimtarja është triumfi, fitoria. Marrën mend. Çdo gjë që i bëjmë pa besim në Krishtin, përfundon
me disfat, në rësir, në humbje. E vllazën e motra, ma e rëndësishmja sot është jo dija. A dini që ballafaqohemi shpesh herë me trinj, trejat, që din shumë çka, se janë mjetet sociale, që ofrojnë inteligjenca artificiale, që mundesh me marrë njohuri për gjithë shka. Por sot është e nevojshme pikrisht ju që ndëgjoni, ndëgjuesit në përmes valve të Radio Marijes, kudo që janë, sot kërkohet dëshmia e veprimit. Sot nuk ka mo etje për të ditur çka ka ndodhur në globin tokë, cili sistem, ku bizotron, cila ideologji, krejt këto mund t'i lexojmë shumë shpejt, të marrim informacione. Njeriu sot në errësirën e globit, pasigurien totale, kërkon veprim, vepra. Vepra, nëse reflektojmë të cilat i manifeston me jetën e vetë shenjti shënue, me atë dashurien e zjarrt ndaj Krishtit, veprat të cilat reflektojnë që 8 shekuj të Shën Franceskut, por të ndalemi ma aktual në veprat e njerëzve që ndoshta edhe i kem njoft, i kem përjetue me afër, si që është atë Luigi Palić. Për çka dha jetën? Jo, vëllezër e motra, nuk ka hik për i të vërtetës, për Krishtin, kjo me rëndësi. Krejtësisht i ka besu e Krishtit, prej grigjës tënde, deri në sakrificë, apo don Shtjefën Kurti, i cili pushkatohet 1972, nuk është shumë kohë e lartë, pse ka pakzue. Edhe si pas studimeve ma të thella gjermane, në Shqipëri është krijuar, është imponuar ideologjia ateiste, vetëm me shkatrue grigjën e Krishtit, kishën katolike. Kur nuk ishte ardhur një ideologji e tillë, po të mos ishte kisha katolike. Aty nuk është sulmue feja vetëm, por është sulmue një strukturë e cila ka lidh 20 shekuj të veprimit. Janë fjalimet e zjarta të diktatorëve të asoj kohe. Ne du të shkatrojmë kishën katolike. Edhe kështu pushkatohen me qindra, me shtar franceskan, jezuit, intelektual, pse kanë besue, dhe besimi i tyre është ba vepër. Jo etje për të pas, etje për të dëshmua Krishtin. Edhe vëllezër e motra, na thot tradita e kishës, te këta dëshmor që kanë derë gjak, nuk ka rëndësi sa është numri atyre që e respektojnë dhe marrin si ideal. Ka rëndësi të besot, të besoj Kosova, që ai gjak i derdhur nuk mundet shkoj kot. Sa të herë Zoti është i padrejt, Jezu Krisht. Format janë ndryshme, fitoret janë me dorez ndryshme,
por nuk kanë alternativë. Më nën men, e keqja nuk ka alternativë, e ka te e rrin, ajo familje, ai individ, ajo nan, ai bab, i cili nuk e ka guximin me dëshmu e Krishtin e me falën e mënd Krishtit. S'ka alternativë për pos territ. Ajo familje që nuk e harron dëshmien e rilindazve, po flasim për kohën të cilës paka shumë i takojmë, e ftyrave të ndritura, meshtarve, franceskanve, gjaku dhe sakrifica atyre, nuk ka alternativ tjetër, pos jetë fitimtare, se Krishti flet dhe ashtë në atë jetë. A dini, për 2 dekada, sa kërcënime kemi përjetue, para lufte, mas lufte. Deri sa vinim prej Bishtazhinit, u dëshke me i kalue sa apo në Vosellës e fshatrave Becit për rreth Libarës, me i pastrue thëshin durt, mës me ardë besimtarët para shenjti që në nue. A dini që vitrashi në Bishtazhin ende i kap vrimat e gjujtjeve nga armiqet për ta zhduk e friksue pasarësit e atyre rilindazve që për atë me fe dhan jetë e gjithë shka. Me kujtot ngjarja pikrisht në Gjakov, ku ishte një numër i madh i besimtarve, 3-4 mijë ndoshta, sa jeni këtu e më shumë, kur ndërhyrën policët të armatosur, plot dhunë, po jo një numër, ata kishin rrëthue tërë lagjen e katolikëve, shqiptarve, me gjujtje, e hasën në patrilien. A dini sa jo mi emocionuar, kur e kom patin mbuluar me gjak, fratin. A dini që a i ka arë me shërby, me një petk franceskan, edhe kur e kanë lutë, shko në luft, se pëndodh lufta, shko shpeto kokën, unë me shku, me shpetu kokën, e me lanë, vlezrit, motrat, fmit, kur, vlazën e motra, a dini që asgjë ndryshe nuk ka ndodhë në Padovo, kur shkojnë njerëzit dhe bekon, e kini shenjtin, që duhet të thrasni, eja dhe të me prek dora jote, dhe të me bekon. Së është me shtarë, me zemër plot të bardhë, në shërbim, pasgje në shërbim. Kështu ka të qenë edhe shumë e shumë figura tjera që na japin shembull nga jeta atyre. Sepse kur unë isha si Don Samueli me shtar i ri, kisha këtu Patrengjlin, franceskan që kishte zemër të artë. Sa ndihma ai njeri ka ba që unë e di, famullijes time, besimtarve të mi, sa ndjenja ai njeriu ka pas për njeriu nevojtar, ka shërbyje me dignitet, e gzoft jetën cëllën e ka dëshmue me fete plot në rregulltarien e vetë. Në Gjakov, e shumë dekada në Shqipëri, në varfri, në atë antagonizam jo funksional pas shqirimit, Patrengjli ishte franceskan që shërbente në emër të Krishtit, popullit tonë. Vllazën e motra, ka atë shumë, atë gjërat e nevojshme me i qitë në zemrat juja, për dëshiroj me përfundue
me një fjali të njeriut që mori shpërblimin për paqë, shpërblimin Nobel për paqë, i cili në atë moment tha: Përgjithësia e madhe është për atë njeri, atë familje, atë popull, i cili e njeh e din të vërtetën dhe hesht. Se kur ai hesht, fakturizohet e keqja. Ky është Elie Wiesel. Përgjithësia e ma e madhe është para Zotit e para popullit. Kur njeriu, Zoti i shtëpisë, zoja e shtëpisë, nuk ka fuqi me i thanë fëmijët e vetë: ndalu birim, se je gabim. Por ti nuk mundesh mi thanë: ndalu birim, se je gabim, pa reflektue, pa undal në shembullin e shen Franit, në vetmien tënd dhe të shpirtit tënd, me reflektue çka Zoti don prej te. Cili drejtim është? Ka modestia e truezës Krishtit, me ndëgjue çka i po flet, e me veprue çka i don? Apo vërtet dojmë në zhurmën e botës, me atë etjen e pangopur, me grumbullue e me bë më shumë, e një dit me u gjetë në terë. Ska koncept tjetër. Ma mira që mundesh me ba është ato që jep, manen men, ate që e falë, është e jotja. Lumjaj, kush e ka ndihmue këtë kish, e ka ndihmue 20 shekuj Gjakovën, epicendrën e dëshmijes. Ate që e jep është e jotja, ate që e bën për të tjeret, do të sjell fitoren, triumfin, shpirtnor, do të njesh plot shpresë që je besimtar, ki jetue për të tjeret, dhe e ki rrit veten para Zotit dhe drejtësisë së Tij. Amen. Qoftë vdu Krisht. Të lutemi Zotit kur qëndrojmë para Tij, në ndërmjetësinë e Shejtit që na nuaj, që Ti pranoj lutjet tona, ta bekoj pranien ton, e të na jep hire e bekime të i thonë: dëgjoje o Zot lutjen ton. Për kishën, që të shpall në botën ton të tronditur mesazhin e Krishtit, duke hapur zemrën e shumë vëllezërve drejt shpresës, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen ton. Për burrat dhe gratë e kohës son, që të zbulojnë kuptimin e të vërtet të jetës dhe të lëshohen me besim në duart e hyjit, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen ton. Për të krishterët, që të bashkohen me Krishtin në misterin e vdekjes dhe të ngjalljes dhe të ndihen të bashkuar me të sëmurët dhe të vujturit, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen ton. Për ne këtu të pranishëm, që të jetojmë plotësisht mundimet e Zotit dhe të fitojmë një rritje besimi, shpresë dhe mirësie, të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen ton. O Zot, pranoje lutjen e secilit prej neje që qëndrojmë këtu para Te, në për Krishtin Zotin ton. Ma pas se në marë fletën, për kam 2-3 fjalmi, thonë, të ashtë
ose kam me haru diçka me thonë, ose kam me zgjat pak ma shumë. Por vërtet e falenderojmë Zotin për hirin që na ka dhënë na jep çdo ditë, e për këtë ditë që na bashkojnë këtë martë e tretë të shenjtit Shnanu. Edhe sot jemi këtu në kishën e Shën Pjetrit, Shën Palit, tu i kenë se koha ishte gjatë natës pak me shi, pastaj edhe ftoft, erdhëm këtu. Shenjti Pjetër e Pal e shenjti Shnanu ndërmjetësofshin për gjithë ne. Përzemërsisht e falenderoj me shtarin që drejtoi meshën shenjte, Don Viktor Sopin, që tash është në Ferizaj, e po ashtu shërben edhe në Viti, në kishën e Vitis, është drejtor general i Karitasit Kosovës për shumë vite. Me folën për Don Viktorin, tham ashtu më duket veçja i vogël, sepse gjithë ne e njohim. Shumë vite ka shërby në Beshtazhin, pagzime, krezmime, kungim të parë, bekimet shtëpiave, takim besimtar për shumë vite, jo vetëm në Beshtazhin, por në krejt dekanatin e Gjakovës, sepse atë kohë ishte i ri, por i ri është edhe sot, edhe me vjetë, por mbi gjitha me shpirt. Pastaj, Don Viktori në kohët ma vështira ka shërby në Beshtazhin, aq bukur e mirë, ka ditë me rujt qetësin me besimtarët, sepse ishin kohë trazirash, kohë lufte. Qëndroj afër besimtarëve dhe po ashtu me kishën. Prandaj për çdo vepër të bukur e të mirë që ka bërë gjatë shërbimit tij në erën e lavd Zotit, Zoti ja shpërbleft me bekim e me shnet mirë. Dy gjana du mi theksu. Dy meshtarë të cilët sot shërbejnë në Kosovë janë të pagzum, pikërisht prej Don Viktorit, është Don Marian Topalli, famulletari i Pjetroshanit, dhe Don Leonardo Mgjoni, që është shuguru para një viti meshtarë. Pastaj janë 7-8 mërgesha, motrat nderit, të cilat po ashtu janë pagzum kohën e tina, pra një vepër e Zotit. Për këtë arsye tham Don Viktor, falënderes për prezencën tonë sot në mesin tonë. E aq më shumë do të them falënderes për predikimin që e tha prej zemrës në këtë javë të madhe, e pa ashtu në këtë vit jubilar. Pak të na kthyen të kalumen, sepse qose harrojmë të kalumen vështirë si kena me ndërtu dhe të ardhmen. Ata dy fretën që i përmene, Patër Angelin e Patër Elin që e kemi këto, vërtet, me jetën e tyre e dëshmon mas mirë të dashnin për Krishtin, për kishën e për popullin tonë shqiptar. Falënderes për punën, angazhimin e dashnin e madhe që e ke për kishën e për popullin e Zotit. Vllazën e motra, jemi në javën e madhe, andaj ju ftoj dhe kërkoj për jush që të bëmi pjesë e kremtimeve, të enjtën e madhe, të premtën e madhe, të shtunën e madhe, në Gjakov, apo në famullit për nga jeni. E po ashtu, mbi gjitha, bëmi pjesë e festimit pashkëve, jo vetëm fizikisht, por shpirtnisht, të marrë për pjesë në meshën shenjte. Javën e kalume kem pas rrëfimin e për famullit tjera dekanatit Gjakovë, sot jemi këtu. Qose dikush ka mbet pa urfy, ke mundësi dhe pas mesha apo dhe në mramje. E në qose dikush ka mbet pa kungim, pas meshës, ndojmë prap kungimin pra ata që s'kan mujtë marru. Ju falendroj për zemërsisht për gjitha nimat, kontribute që i kini dhani e vazhdojnë të jepin këtë vend. Dhe në Viktori e tha, ate që ka kenë,
tanën mush me dhanë, dhe ajo është pasuni e madhe. Unë e di se shpesh herë leni gjona keq në shtëpiat e juja për me ndihmu këtë vend, këtë famulli, këto ndërtime, punime. Zoti ju shpërbleft, Shën Pjetre, Shën Pali, e Shenjti Shnanu, ndërmjetësofshin për gjithë ne, e na bekoft i madhi Zot. Falenderoj gjithë bashkëpunëtorët, ata që ndihmojnë afër altarit, këngëtarët, këshilltarët, e bashkëpunëtorët tjerë që ne shpeshherë nuk i shohim. Aty te Shitoria e Qirave është një motër 80 vjeçare, motra Edita. Unë e falenderoj shumë për punën e dashnin që e ban atë vend, e po ashtu dashnin që e ka për popullin ton e për gjithë ne. Tani ngritmin kam të marrim bekimin e kësaj meshe për shëmët java e shenjtë, java e madhe e djela pashve që po afrohet, do t'jetë bekimi i fëmijëve. I sillni fëmijët përpara këtu të bekohen, pastaj me shtari do të lutet edhe për të smurit që janë të pranishëm apo kudo që janë. Fëmijën përpara e sillni për bekim. Para se të bekojmë gjithë ne, që ku kemi mrekullien e shekujve. Vetëm me zemër të sinqert para Shenjtit Shnanue, e përjeton dhe e pranon hirin e Zotit. Ju gjithë kini njete, kam edhe unë njete. Njeti im ka qenë sot për dëshmoret martire tonë, për 72 martir që në masakrue këto ditë pashkve të famulli e Zojës Rozare me rrethin 72, për 500 martir të mes e të Korenicës, për 1000 dëshmore martir sakrifikum e të pushkatum në kohën e diktaturës, pse e kanë dasht Krishtin, pse e kanë besue. Pastron e zemrën këtë javë të madhe, përjetoni pashkët si pjesë e ringjalljes për cilin që pregaditet pastër dhe beson në ringjalljen e Krishtit, e cila është ringjallja e çdo individit besimtar që beson. Ndihma jonë është në emër të Zotit. Ai që krijoi qiellin e tokën, O Zot, dëgjoj lutjen time. e ngrit majën e temrit të Tij. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Të lutemi. O atë qellor biri Jezu Krishti, shtrin të durt mbi fëmijët e vegjël në trajt e fëmijës. Po të lutemi me ndërmjetësien e shërptorit tënd të mrekullueshëm. Shenjti Shnanue ruaj këta fëmijë nga smundja e shpirtit, nga smundja e trupit, që të rritën e paqë dhe dëshmitë e Krishtit, dhe të jetojnë me bekimin tënd. Zoti ju bekov dhe ju rujt, Zoti baf që fytyra e Tij ju shëndrit, dhe pas mëshirë për ju. Ai e ktheft fytyrën e vet ka kju dhe ju dhuroft paqen. Lavdiatit e të birit e të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Të lutemi. O Zot ky i mëshirshëm, biri yt Jezu Krishti morri mbi veti jetën e rëndë njerëzore. Ai pati gjithashtu vujtje dhe embje, sa që edhe vdekjen e ndau me ne. Ai pati zemër për gjithë njerëzit që vuajnë. Plot me shpresë po të lutemi o Zot. Shiqoj dhe bekoj besimtarët që qëndrojnë këtu për ate. Gjithë të smuarit, bekoj dhe shpërblej, po ashtu edhe gjithë ata njerëz të cilët përpiqen rreth shërimit të smuarve, në për Krishtin Zotin ton. Zoti ynë Jezu Krishti qoftë me ju, që t'ju ndihmoj, qoftë me ju që t'ju mbaj, qoftë para jush që t'ju pri, qoftë pas jush që t'ju ruaj, qoftë përmbi ju që t'ju bekon. Ai që jeton dhe sundon në shekujt e shekujve.
Amen. Lavdi Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashëm për gjithmonë e jetës. Amen. Zoja e bekuar dhe Shen Jozefi, Lutuni për ne, Shen Mkhili, Rafaeli dhe Gabrieli, lutuni për ne, Shen Antoni i Padovës dhe Shen Francesku, lutuni për ne, të gjithë martirët e lumë shqiptar, lutuni për ne, të gjithë shetrit dhe shetreshat e hyut, lutuni për ne. ju bekov dhe ju nimov dhe ju rujt hyj gjatë pushtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Po e përmbylli me thënien e i peshvit tonim Zot Do Gjergjit, të gjithëve ju marrë në gryk, ju uroj këto ditë mëdha dhe për shumot festa që e presin, festa Pashkve. Ju. Keton të gjitha kishat e tua që gjinë në mbarë boten dhe po të bekojmë sepse me shenjtin kryqin tanë shpërbleve botën. Ata që kanë betë par fylet presin, shtektar që kanë ardhur kam prej Beshtazhinit mënyrë veçantë i përshëndes. Kush ka mundësi dhe vullnetar të Radio Maris të mbështet me ndihmë, ata janë përjashta në oborrin e kishës.